Vera e 2030 supozohet të gjejë Kosovën gati për të mirëpritur mira sportistë dhe shikues me rastin e lojrave mesdhetare. Shteti ka dhe rreth 1600 ditë për të finalizuar punët administrative dhe ato infrastrukturore. Javën e kaluar, kuvendi miratoi në lexim të parë projektligjin për lojrat mesdhetare, të cilin e kishte rrëzuar gjykata kushtetuese për çështje procedurale. Mes tjerash, përmes këtij ligji dedikohen 253 milion euro për t'i organizuar lojrat. Kryetari i Federatës së Basketbollit të Kosovës, Arben Fetahu, thotë se ky është hap i rëndësishëm, por se i vonuar. Unë mendoj se ne vetëm se jemi vonë në krahasim me atë si ka qenë plani, sipas marrëveshjes fillestare të nënshkruar. Në rastin e Kosovës, politika edhe mund të ndikojë sportin. Nëse presidenti nuk zgjidhet për 2 javë, kuvendi shpërndahet, duke pamundësuar votimin e marrëveshjeve ndërkombëtare të ndërlidhura me lojrat mesdhetare. Kështu, gjithçka vonohet edhe më shumë sipas kryetarit të FBK-s. Në veçanti për faktin që kemi pasur disa procese politike këta muaj të fundit, prej shtatorit të vitit 2024 e tutje, secila nga to e prolongon dhe krijon një boshllëk shtesë të cilin do të duhet të rikuperojmë në momentin kur I kemi institucionet përfundimisht institucione stabile për të realizuar këtë projekt. Gazetari Lart Hoxha ka realizuar një seri dokumentarësh për lojrat mesdhetare. Hoxha thotë se miratimi I ligjit në lexim të parë përbën progres minimal, krahasuar me punët që duhet bërë në terren. Ndryshe krejt pjesa tjetër nuk është e gatshme, për shkak se edhe nëse ka infrastrukturë ekzistuese, njerëzit duhet me kuptu këto. Kosovë mund është me pas infrastrukturë për me zhvillu ndeshje të handbollit, është e vërtet. Mirë po, organizimi I lojrave mesdhetare nënkupton edhe to standarde të reja edhe për transmetime televizive. Nënkupton palestra ku sot luhet handbolli, po ndoshta duhesh me ndërhyjë në ndriçim, duhesh me ndërhyjë në zërim. Sipas tij, 253 milionët mund të mos mjaftojnë. Sot jemi në vitin 2026, për buxheti I 2026-s është e kryme, domethënë duhet më nismu buxhetu për 2027-s, edhe nuk ka shans për 3 vjet ose për 3-4 cikle buxhetore, 3-4 vite buxhetore, vite fiskale, me kushtu 250 milion si me nisë ndërtimin 2027, si me nisë 2023. Projektligji për lojrat mesdhetare duhet të kalojë në kuvend edhe në lexim të dytë. Nga Ministria e Sportit deklarojnë se janë në kohë, pasi shumica e projekteve janë planifikuar për renovim dhe përshtatje, dhe jo për ndërtim nga fillimi.